Ndërsa punohej për asfaltimin e hyrjes së Shkodrës për 30 minuta, trafiku u paralizua dhe për pak në zonë u shkaktua një tragjedi. Shkaku bërëzimi një shtylle elektrike të tensionit të mesëm, e cila bllokoi qarkullimin e automjeteve, duke krijuar trafik disa kilometra në hyrje daljen e qytetit. U desh ndërhyrja e policisë për të bllokuar lëvizjen deri në mbërritjen e punonjësve të OSHE-s, që bën stakimin e rrymës dhe largimin e shtyllës bashkë me kabllot e rrëzuara. Drejtori i OSHE në Shkodër, Armand Zhuka, konfirmoi për TV1 Channel se firma që po kryen punimet do të përballet me një padi penale në prokurori, pasi mjetet e rënda të saj shkaktuan rrëzimin e shtyllës. Zhuka tha se raste të tilla duhet të hetohen me qëllim që të nxjerrin mësimet e duhura për zbatimin e rregullave në punë dhe parandalimin e shkaqeve që mund të çojnë në ngjarje tragjike. Në fakt, gjatë tentativës për zhbllokimin e rrugës u rrezikua jeta një punonjësi të policisë së shtetit dhe një punonjësi të ndërtimit nga goditja fizike e kabllit elektrik, por fatmirësisht shpëtuan për mrekulli. Në dy anët e rrugës nga ura Baqalleku deri tek harku i Bërdicës, linjat elektrike janë prezente, ndaj kërkohet kujdes gjatë punimeve me mjetet e rënda për të parandaluar ngjarje tragjike që rrezikojnë në raste të tilla.